Në një ceremoni të zhvilluar këtë të premte, Komisionieri Shtetëror i Zgjedhjeve Ilirian Celibashi shpërndau zyrtarisht mandatet për kandidatin e zgjedhur për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në qarqet Vlorë, Berat, Shkodër dhe Dibër. Certifikimi erdhi pas rrëzimit nga Kolegji Zgjedhor i të gjitha ankimimeve të depozituara nga Partia Demokratike për këto qarqe, duke ecur kështu drejt përfundimit të procesit zgjedhor në nivel vendi. Mirë, faleminderit. Atëherë shpërndarja e mandateve për qarkun Berat është si vijon. Partia Socialiste e Shqipërisë merr 5 mandate, Koalicioni Partia Demokratike Alanca për Shqipërinë Madhështore 2 mandate. Në Shkodër, PD-ja fitoi 5 mandate, PSEA 4 mandate, ndërsa Partia Social-Demokrate që të përfaqësohet me 2 mandate. Në Dibër, Partia Socialiste do të ketë 3 deputet dhe Partia Demokratike 2 deputet. Qarku i Vlorës, një prej qarqeve më të rëndësishme, i dha një fitore të thellë Partisë Socialiste me 9 mandate për Partinë Socialiste dhe 3 për Partinë Demokratike. Deri tani, procesi i certifikimit është mbyllur me 8 nga 12 qarqet e vendit, duke përfshirë përveç atyre të përmendura më lart edhe Kuksin, Korçën, Lezhën dhe Gjirokastrën. Procesi vazhdon për qarqet të mbetura Tirana, Durrësi, Fieri dhe Elbasani, ku pritet të përfundojë në ditët në vijim. Ky certifikim finalizon një fazë të rëndësishme të procesit zgjedhor dhe i hap rrugë konstituimit të legjislaturës së re parlamentare.